Me të vërtet, e kaluara e jetës tënde është ajo që ka kaluar, e ardhmja është shpresë dhe e tashmja është kohë për veprim. Kjo thënie e Imam Aliut thekson natyrën kalimtare të jetës së njeriut dhe rëndësinë e shfrytëzimit të momentit të tanishëm për veprime të drejta. Le të zbërthejmë kuptimin e thellë të kësaj thënie në dritën e Kuranit. Për të kuptuar më mirë rëndësinë e kësaj thënie, mund të referohemi te Kurani. Allahu në suren Asr thot: "Pasha kohën, me të vërtet, njeriu është në humbje, përveç atyre që kanë besuar dhe kanë kryer vepra të mira dhe kanë këshilluar njëri tjetrin për të vërtetën dhe kanë këshilluar njëri tjetrin për durim." Ky ajet nënvizon natyrën kalimtare të kohës dhe thekson rëndësinë e shfrytëzimit të saj për veprime të drejta. Gjithashtu, në suren Muminun, ajeti 150, Allahu thot: "A menduat se ju krijuam kot dhe se nuk do të ktheheni tek ne?" Ky ajet na kujton se ekzistenca jon nuk është pa qëllim. Ne jemi krijuar për një arsye të madhe dhe është përgjegjësia jon të shfrytëzojmë maksimalisht kohën që na është dhënë. Thënia e Imam Aliut shërben si një përkujtesë për muslimanët që të reflektojnë mbi të kaluarën e tyre, të ruajnë shpresën për të ardhmen dhe të veprojnë në të tashmen. Ajo na inkurajon të mësojmë nga përvojat e kaluara, të kërkojmë falje për gabimet dhe të përpiqemi për përmirësim të vetvetes. Gjithashtu, na kujton të kemi besim në planin e Allahut për të ardhmen tonë, duke punuar në mënyrë aktive drejt qëllimeve dhe aspiratave tona. Duke kuptuar natyrën kalimtare të jetës dhe rëndësinë e shfrytëzimit të momentit të tanishëm, mund të jetojmë një jetë të qëllimshme dhe të plotë. Duhet të kapim mundësitë që na vijnë, të kryejmë vepra të drejta dhe të përpiqemi për ekselencë në të gjitha aspektet e jetës sonë. Allahu na dhënë urtësi dhe udhëzim për të shfrytëzuar maksimalisht kohën tonë dhe për të qenë ndër ata që kanë sukses në këtë jetë dhe në jetën e përtejme.